Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk heq dorë nga qeveria teknike. Thotë se ajo është garancia e vetme për zgjedhje të ndershme, ndërsa përsëriti refuzimin për pjesëmarrje në takimin e liderëve të thirrur nga kryeministri. Filipçe thotë se takim me kriminal nuk do të ketë. Nuk guxon të hiqet qeveria teknike sepse ajo është e vetmja dritë, mundësia e vetme për zgjedhje fair dhe të ndershme. Ata nuk e duan qeverinë teknike, sepse kur do të hyjë ministri i opozitës, do të ketë qasje në të gjitha keqpërdorimet edhe të gjithë sistemin e korruptuar. Nuk duan qeveri teknike, sepse kjo për këtë pushtet do të thotë hapje të kutisë së Pandorës. Nga VMRO DPMNE i përgjigjen Filipçes duke i thënë se ai nuk refuzon vetëm takim liderësh, por e refuzon dialogun dhe dorën e zgjatur për të ndërtuar konsenzus për interesat shtetërore. Maqedonisë nuk i duhet një opozitë e tillë, e cila është kundër gjithçkaje vetëm që të jetë kundër. Është koha që Filipçe të kalojë veten e tij, sepse shteti ka nevojë për politikanë të përgjegjshëm dhe serioz. LSD dhe Filipçe nuk e heqin nga goja fjalën integrim evropian, por sot edhe një herë treguan se atyre nuk u intereson kjo gjë. Një ditë më parë, kryeministri Kristian Mickoski tha se nuk ka nevojë për votat e opozitës, sepse qeverinë teknike mund ta shfuqizojnë me votat e shumicës, por takimi i liderëve përveç qeverisë teknike do të përmbledhte edhe disa tema të tjera.